Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, ky është edicioni qendror i lajmeve, nisim menjëherë Shqipëria është në sprintin e fundit drejt portës së Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama tha se misioni i socialistëve për ta ulur Shqipërinë në tryezën e përbashkët e Europës është në fazën finale dhe do të përmbushet me sukses pavarësisht baltës nga opozita me kërkesat nëpër Europë për ta bllokuar procesin, siç nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Shqipëria në fazën finale për në Europë. Kryeministri Edi Rama kërkoi angazhim total për sprintin e fundit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, që dita e madhe të jetë bekim dhe jo mallkim. Kjo është një fazë e vështirë, kjo është një fazë që kërkon një angazhim shumë të madh. Kjo është një fazë që kërkon një kuptim shumë të drejtë se çfarë na pret. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme ajo që po ndodh me bujqësinë, që po ndodh me fermerët, sepse janë ata të cilët do t'jenë në derën e Europës, ose të bekuar, ose të mallkuar sipas nivelit të tyre të përgatitjes për atë ditë. Rama paralajmëroi se në këtë rrugtim përballë kanë opozitën, për të cilët tha se për interesa politike kanë kërkuar në Bashkimin Evropian bllokimin e Shqipërisë. Miq të huaj më thonë, po si ka mundësi? Si ka mundësi që vinë nga Shqipëria njerëz që përfaqësojnë popullin shqiptar pavarësisht se janë në anën tjetër dhe nuk lënë gjë pa thënë dhe nuk ndalen së kërkuari ka ne që ne të bllokojmë Shqipërinë. Për Dibrën, Rama tha se me përfundimin e rrugës së Arbrit po jepen edhe frytet e para të rilindjes në këtë zonë. Sot janë frutet e para të rrugës së Arbrit që po fillojnë të dalin, që po fillojnë të preken. Kushtet për të sjell më shumë investime nga fitimet dhe kursimet e djemve dhe vajzave të këtij territori në migracion janë më të mira se kurrë. Prandaj unë kam shumë besim që këto vite do të jenë vite të një rilindje tjetër të kësaj zone. Nga 83 mandatet e fituara në 11 maj, Rama pranoi se shien më të mirë ja lanë 3 mandatet e Dibrës. Kjo sipas tij, falgrave dhe më pas edhe burrave Dibran. Si thoshin ata? I tha Edi Rama burrave të Dibrës shryk. Jo, unë si thash burrave të Dibrës. Unë thash një burr Dibre që nuk shkon mas grus në kutitë votimit është çryk. Dhe doli që burrat e Dibrës shumica dormuse janë të mençur. Si të shkosh kundër grus, a jenë Terezia jo? Bashkimi i fermerëve është një domosdoshmëri për të qenë konkurrent në tregjet europiane, por edhe për të përfituar financime. Nga Dibra, ku takoi fermerët të zonës, shefi i qeverisë përsëriti kërkesën për grupime në Shoqëritë të Bashkuara Bujqësore. Rama tha se bujqësia e fragmentarizuar nuk mund të mbijetojë në Bashkimin Evropian. Kryeministri theksoi edhe paketën e maleve si mundësi për investime dhe kërkoi angazhimin e fortë të bashkive në këtë proces. Fermerët dhe blegtorët shqiptar duhet të bashkohen për të qenë konkurrent dhe për të siguruar tregje për prodhimet e tyre. Kryeministri Edi Rama në një takim me fermerët në Dibër tha se bashkëpunimi mes prodhuesve tashmë nuk është më një zgjedhje, por një domosdoshmëri, sidomos në rrugën drejt integrimit të vendit. Krijimi i shoqërive të bashkuara bujqësore synon arritjen e kapaciteteve për paketim, eksport dhe përpunim të prodhimit, duke përfituar edhe nga thirrjet e reja të programit i PART. Bashkimi Evropian funksionon me kooperativa, por ndryshe nga kooperativat e komunizmit, në kooperativat e Bashkimit Evropian, secili prodhon më vete dhe të gjithë shesin bashkë. Ka që thjesht është kjo punë. Duke shitur bashkë, krijojnë një volum shumë më të madh, pra kanë një pozitë negociuese shumë më të fortë me blersin, por nga ana tjetër harmonizojnë të gjithë veprimtarinë prodhuese. Sipas kryeministrit, bujqësia e fragmentarizuar nuk mund të mbijetojë. Dibra Origin, që fillon dhe bëhet një markë dhe pastaj
marka fillon njifet dhe edhe për shkak të markës pastaj njerëzit shkojnë dhe thonë ke Dibra Origin? Qershie mollë edhe me radh? Po kam, atë du. Në të kundërt, nuk e përballojmë dot përplasjen e madhe që do të vijë kur ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Nuk e përballojmë dot, kaq e thjeshtë është. Gjithaj tregi madh, ne do dalim tek e tek, edhe do mbjetojmë. Ku do t'i shesim produktet me çanta në rrugët e Brukselit? Një mesazh e kishte edhe për kryebashkiakët, të cilëve u kërkoi angazhim serioz për paketën e maleve dhe bashkimin e fermerëve nëse duan që të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme. Po nuk bët 10 agroturizma me paketë e maleve. 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara, as mos hajdeni fare të pretendoni të kandidoni më, sepse bashkitë nuk janë vetëm shtro rrugë, vër drita, pastro plera, edhe në fshat pastro kanale. Bashkitë duhet të jenë aleatët e fermerëve. Gjykata e Gjirokastrës liroi nga qelia 3 të arrestuar për vrasjen e Endri Goxhaj 2 ditë më parë në Memalia. Gjykata vendosi arrest shtëpie për Dalin Nelajn, i cili është i plagosur në spital, Aldo Kalemin dhe Ermal Matajn, autori që ekzekutoi Goxhajn dhe vëllai i tij janë në kërkim. 3 të arrestuarit nga policia për vrasjen e 30 vjeçarit Endri Goxhaj në qendër të Memalia, mbrëmjen e 21 prillit u liruan me mas siguri arrest në shtëpi nga gjykata e shkallës së parë Gjirokastër. Dalinela, vjeri i tij Aldo Kalemesi dhe Ermal Mataj u liruan me mas më të butë nga tokat e zeza, të paktën deri në përfundimin e hetimeve nga organi i akuzës. Nela nuk ishte i pranishëm në seancë pasi prej disa ditësh po merr trajtim mjekësor në spital për shkak se mbeti plagosur me armëzjarri, megjithatë ai u përfaqësua nga avokati mbrojtës. Në total 7 persona u përfshin në këtë konflikt, ndërsa deri më tani asnjëri prej tyre që u arrestua apo u shoqërua nga policia nuk kanë pranuar të bashkëpunojnë me organin hetues. Nga hetimet paraprake të prokurorisë dyshohet se ka qenë viktima Endri Goxhaj, i cili ka hapur zjarr i parë duke qelluar me 4 plumba Dario Nelën. Donaldo dhe Marialdo Nela, 2 vëllezërit e të plagosurit, janë kundër përgjigjetur me armëzjarri duke lënë të plagosur rënd 30 vjeçarin, i cili më vonë ndroi jetë rrugës për në spital. 2 autorët që dyshohet se qelluan me armë Goxhajn u larguan nga vendi i ngjarjes teksa vijojnë të jenë ende në kërkim. Një nga pistat kryesore të hetimit mbetet ajo e konflikteve të mëhershme të lidhura me aktivitetin kriminal në fushën e narkotikëve, për të cilat palët dyshohet se janë përplasur edhe më parë. Për këtë ngjarje, policia procedoi penalisht për kanosje gëzim qendra, i 49 vjeç, dhe për deklaratë rrem Julian Kalemi 44 vjeç. 22 vjeçari Dario Nela, i cili mbeti plagosur, është dhëndër në fisin Kalemi, ndërsa Aldo Kalemi dhe i proceduari Julian Kalemi, vëllezër, janë djem të dajës Aleksandr Sadikajt, që u vran në Tiranë me eksploziv në vitin 2022, ndërsa shoqëri Kalemi, i cili u vran në masakrën e Memaliajt në vitin 2024, është xhaxhai i 2 vëllezërve Kalemi. Policia ka shpallur në kërkim Fatjon Çobelitën si autor të dyshuar të plagosjes së Akil Tahirit të premte në Gurës të Kurbinit, ndërsa një tjetër person që çoi 35 vjeçarin plagosur tek trauma dhe u largua është në kërkim për moskallëzim krimi. Policia ka zbardhur ngjarjen e shënuar me zitën e së premtes në fshatin Gurës të Kurbinit, ku mbeti plagosur me armëzjarri 35 vjeçari Akil Tahiri dhe shpalli në kërkim 2 persona, teksa një tjetër u procedua në gjendje të lirë. Fatjon Çobelita alias Fatjon Staka akuzohet për plagosje rënd me dashje dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, ndërsa Renato Marku për moskallëzim krimi. Grupi hetimor i policisë zbardhi konfliktin që u shënua mes Akil Tahirit dhe Fatjon Çobelitës. Ky fundit plagosi me armëzjarri 35 vjeçarin, i cili u shoqërua në spitalin e Laçit nga Renato Marku e më pas u largua me automjet. Për shkak të plagëve të rënda, i plagosur u transportua në spitalin e traumës nga mjekuroja i spitalit, i cili po jetohet në gjendje të lirë, për shkak se nuk vuri në dieni policin lidhur me ngjarjen. Deri në këtë moment nuk bën me dije shkaqet e konfliktit, teksa pritet të merret në pyetje nga grupi i hetimit 35 vjeçar, i cili mbeti i plagosur. Prokuroria pritet të nisë hetimet për të zbërthyer dinamikën e plotë ngjarjes. Avokatët e Ilir Beshat kërkojnë pushimin e çështjes së sterilizimit pasi akuzojnë gjykatën se është ajo që ka ngritur veprën penale ndaj ish-ministrit të shëndetësisë dhe jo prokuroria. Këtë akt mbrojtja e Beshat e quajtur një shkelje të rëndë që e ka nxjerrë procesin nga shinat procedurale.
Çështja Beqaj rrezikon të kthehet në rastin më flagrant të shkeljes së drejtave konventore, kushtetuese dhe procedurale të një procesi penal në Republikën e Shqipërisë. Kështu deklaruan avokatët mbrojtës të ish-ministrit të shëndetësisë në një konferencë për shtyp, duke ngritur shqetësimin se procesi gjyqësor ka dalë sipas tyre nga shinat procedurale. Ermal Lyzejraj dhe Florian Bonjaku paralajmëruan se në seancën e radhës gjyqësore në gjykatën e posaçme, ata do të kërkojnë pushimin e çështjes pasi vepra penale që është ngritur ndaj klientëve të tyre nuk është formosuar nga prokuroria, por nga gjykata. Për këtë arsye, në seancën e radhës gjyqësore të datës 28 prill 2026, ne si mbrojtja e zotit Ilir Beqaj do të paraqesim formalisht para trupës së dytë gjyqësore të shqyrtimit të çështjes në themel kërkesën për pushimin e çështjes. Argumenti është i thjeshtë. Pa një akuzë të vlefshme të ngritur nga prokuria, nuk ka objekt gjykimi dhe procesi penal nuk mund vazhdojë. Mbrojtja ligjore i ish-ministrit u shpreh se në rast se GKK do të rrëzojë kërkesën për pushim, atëherë ata do t'i kërkojnë tokave të zeza kontroll incidental në gjykatën kushtetuese. Në rast se gjykata do vendosi që mos ta pushojë çështjen, kjo do të thotë që gjykata konstaton që zbatimi i nenit 332 fraksion D pika 3 është i ligjshëm dhe nuk ka shkelje të këtij neni. Në këtë moment ne do i kërkojmë gjykatës që me qënë se mendon që problemi nuk është zbatimi i nenit, por vetë neni, ta çojë gjykata për kontroll incidental në gjykatë kushtetuese këtë nen. Në dhjetor të vitit 2024, prokuroria e posaçme pranoi kërkesën e GKK dhe rikualifikoi akuzën e Ilir Beqajt nga shpërdorim detyre në vjedhje duke shpërdoruar detyrën e kryer në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ky i fundit ndërkohë mbajt në masën e sigurisë arrest në burg për një tjetër hetim, atë të abuzimit me fonde të SASPAK. Forcat operacionale të burgjeve kanë zbarkuar këtë mëngjes në Vlorë për kontrole të befasishme në paraburgimin e këtij qyteti. Në Qeli dhe në të gjitha mjediset janë kryer verifikime të imtësimshme për disa orë. Ditët e fundit policia e burgjeve ka ushtruar kontrole në disa institucione të vuajtjes së dënimit në vend. Një kontroll i befasishëm është zhvilluar mëngjesin e kësaj të shtune në ambientet e paraburgimit të Vlorës, duke vënë në lëvizje një numër të konsiderueshëm forcash operacionale. Rreth 70 efektiv pjesë e forcave operacionale dhe speciale në bashkëpunim me grupet e sigurisë nga IEVP të Durrësit, Elbasanit, Fierit dhe Beratit, si dhe përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, ushtruan kontrolle të imtësishme që zgjatën më shumë se 1 orë e 30 minuta. Gjatë kontrollet u verifikuan si regjimi i brendshëm ashtu edhe ai i jashtëm i institucionit, duke përfshirë 58 dhoma dhe ambientet e përbashkëta. Si rezultat i kontrolleve, autoritetet sekuestruan për rikontroll 3 televizorë dhe 1 aparat digjital të pavulosur. Po ashtu konstatuan dhe u sekuestruan edhe sende të ndaluara të prodhuara në mënyrë artizanale brenda ambienteve të paraburgimit. Kontrollet të tilla ndërmerren në funksion të rritjes së sigurisë, parandalimit të hyrjes apo përdorimit të sendeve të ndaluara dhe garantim të zbatimit të rregullave brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve bëri të ditur se aksionet të ngjashme do të vijojnë edhe në institucionet e tjera të dënimit në vend, me qëllim garantimin e rendit, sigurisë dhe respektimit të ligjshmërisë. Goditet një tjetër rast i mashtrimit ndërkombëtar. Nëpërmjet bursave fiktive, policia e Tiranës zbuloi një apartament të kthyer në call center në pranga Uvon Argest Rushi dhe Leonard Maksutaj, të cilët administronin ambientin e përshtatur në call center, përmes të cilit mashtronin shtetas të huaj për të investuar në bursa fiktive. 12 operator procedonë në gjendje të lirë, ndërsa gjatë operacionit policia sekuestroi 19 njësi kompjuterike, 2 aparat celular dhe 1 DVR. Sali Berisha ka thirrur protest më 8 maj, por thirrjet e tij nuk janë më të armatosura. Ardha e pranverës, por edhe raporti të pritshëm pozitiv për integrimin, duke se i kanë hequr Berishës mundësinë për të bindur sërish militant të paksuar dhe të lodhur nga rituali i zakonshëm, dhunë, fishek zjarre dhe sërish në shtëpi. Dhe tashmë që Molotovët u ndëshkuan me burg, duhet të shohim se sa krijues do të jetë politikani veteran për të fshehur agjendat e tij të rizgjedhjes si kryetar partie me hallet reale të shqiptarëve. Ndjekim Andon Kellon. Në një kryengritje paqësore të armatosur, nuk i tregojmë vendin, nuk përmbysim këtë regjim,
Nëpërmjet kësaj deklarate konfuze, Berisha thuajse riaktivizoi planin për grusht shteti, dhe pse direktiva nuk ishte shumë e qartë, nëse demokratët do duhet të paraqiten të armatosur apo paqësisht me duar në xhepa në protestën e 8 majit. Për konfuzioni zgjati vetëm një natë. Ditën doktori këshilloi demokratët të presin dhe pak dhe të mos mërziten shumë, sepse kilometri i fundit s'ka fund. Kur grita paqësore është zgjedhja jote. Me besim në plot se kjo është më e mira. Vija kuqe jonë është protesta gjenërzim në Edi Ramës. E lodhshme, raskapitse, e mundimshme, por ne këte kemi zgjedhur. Ata që mërzitën Kris nga protesta e Partisë Demokratike gabojnë. Pra armët meten për natën, dita këtë pranverë është e gjatë, ja vlen për një shëtitje në bulevard, edhe demokratët tani po e kuptojnë sa seriozisht e ka Berisha me protestat. Sepse halli Berishës nuk është bulevardi, por obori i Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka garë në të cilën janë të ftuar të marrin pjesë që të gjithë, por ka një kusht i dashur Kris. Kur Edi Rama nuk do mund të përcaktoj kryetarin e kësaj partie, po kryetarin e kësaj partie do e caktojnë vetëm demokratët me votën e tyre. Po Saliani i vetë përjashtuar? Së pari të sigurojnë ty që ai zotëri nuk përfaqëson as 0,002% të demokratëve. Ti vërtet ke pas sallat, po të garantoj që sallat janë të mbushura nga bandat e qyteteve. Në Elbasan, sallën ja mbushi Suel Çela. Këtu je i përjashtuar, thash. Ky është vije kuqe. Por kur fraksione me njerëz si Edi Rama, me njerëz të Edi Ramës dhe të llojit Basha nuk mund të ketë. Ndaj, obori Partisë Demokratike është i vetmi hall ku Berisha bëhet vërtet serioz dhe i pëlqen shumë të jetë vetëm. Alergjitë të cilat të shtojnë së tepërmi në këtë stinë mund të kurohen vetëm nën këshillën e mjekëve specialist. Alergologët thonë se përdorimi i ilaçeve që nuk rekomandohen nga mjeku mund të rëndojë situatën e pacientit për shkak të mbivendosjes së diagnozave. Mjekët thonë se vetëm ata mund të bëjnë dallimin mes alergjive dhe virozave që shpesh kanë shenja të njëjta. Ende nuk kemi arritur në pikun e alergjive të stinës, por bluzat e bardha ngrej shqetësimin e vetmjekimit nga pacientët. Sipas mjekëve, marrja e medikamenteve pa një recetë, jo vetëm që nuk e trajton alergjin, por shpeshherë shkakton mbivendosje të diagnozës, duke rënduar gjendjen e pacientit. Në përgjithësi, alergjikët, sidomos të stinës, një pjesë e tyre ose një pjesë jo e vogël vetmjekohen. Të shtiturat pullim hundësh e normalisht shkojnë në farmaci për të marrë diçka qetësuese. Ky mjekim nuk duhet zgjasin më shumë se 2-3 ditë dhe duhet patjetër pastaj siguruar mjekimi për kohën tjetër nga mjeku specialist. Mbas periudhës pandemisë kemi një çorientim të tillë të pacientëve alergjik, ku një pjesë mjekohen vetëm për astmën bronkiale, mbasi asgjë nuk shkon mirë, pasi astma nuk kontrollohet plotësisht. Kanë dhe shqetësime të rrugëve të sipër të frymarrjes. Pra kjo është një vonesë. Pra ne vonojmë diagnozën dhe duke vonuar diagnozën e saktë, vonojmë mjekimin. Sipas specialistëve, vetmjekimi është më i përhapur tek adultët dhe personat në moshë aktive, të cilët shpeshherë për shkak të angazhimeve kërkojnë zgjidhje të shpejta. Nuk haset shpesh, por që haset, sidomos alergjitë e stinës, është mosha aktive. Mosha aktive e cila është zënë me punë, ose mund të marrin rekomandimet e rekomanduara nga komshit, nga familjarët, ose nga njerëz të afërm, ose nga shoqëria që kanë pas njëjtat shqetësime dhe rekomandojnë marrin mjekimet që ato kanë përdorur. Është ndaluar të bëhet kjo gjë, sepse çdo individ ka shëndetin e tij, ka individual, ka veçoritë e tij. Një tjetër problem është ngatrimi i alergjisë me virozat sezonale për shkak të ngjashmërisë së simptomave. Megjithatë, mjekja alergologe Mira Xhixha tregon dallimet mes tyre se kur duhet të shqetësohemi për alergji. Në rastin e virozave ne kemi temperaturë, kurse në rastin e alergjisë nuk kemi temperaturë. Kemi dhimbje koke kur kemi viroza dhe dhimbje kokës fillon që në ditët e para. Kemi dhimbje gryke.
Këto nuk i ka sëmundje alergjike. Për të lehtësuar simptomat dhe për të shmangur përkeqësimin e gjendjes, mjekët rekomandojnë masa të thjeshta parandaluese. Mbajtja e një maskës apo dalim nga shtëpia kur jemi duke vrapuar, duke ecur për të kapur autobusin apo jemi mbi biçikletë, na redukton mbi 50% të përqendrimit poleneve që është në ajër, ose dhe syzave të diellit, ose syzat leta, sidomos kur jemi në parqe, në lulishte, apo në zona ku ka shumë diell, ka shumë ajër që lëviz apo erë. Sipas specialistëve të shëndetit, piku i alergjive nga polenet dhe barishtet pritet të arrijë në mesin e muajit maj. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ, më tepër mund të klikoni në webin tonë abcnews.al, në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Bashkë do të jemi në lajmet e orës 23 deri atëherë mirupafshim.